E bëra për t'u hakmarrë për vëllain tim të cilin e ka plagosur 15 vite më parë. Kështu mësohet të këtë deklaruar para hetuesve Poli Boriqi, 52 vjeçari, e arrestuar për atentatin e dështuar në Elbasan, ku shënjesër ishte 50 vjeçari Ermir Kërtezi. Sipas deklarimit të tij, motivi i sulmit lidhet me një ngjarje të ndodhur vite më parë. Boriqi ka pretenduar se Kërtezi i kishte plagosur të vëllain dhe se pasojat e asaj ngjarje ka qenë të rënda deri në paralizimin e tij. Po përballë këtij versioni, qëndron deklarimi i personit që ishte shënjestra e sulmit. Kërtezi ka thënë se marrëdhëniet mes tyre ishin normalizuar dhe se dy familjet banonin pranë njëra tjetrës dhe nuk kanë patur probleme për një dekadë e gjysmë. Ndërkohë, burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se janë duke hetuar edhe pista të tjera, ndoshta një konflikt i kohëve të fundit mes vetë autorit dhe shënjestrës. Ngjarja e pazakontë ndodhi rreth orës 12:40 së shtunës në lokalin në hyrje të qytetit të Elbasanit, i cili në ato momente ishte plot me klient. Nga këto pamje të siguruara nga Report TV, duket objektivi i atentatit 50 vjeçari Kërtezi, i veshur me bluzë të zezë, ai fillimisht ndodhet brenda lokalit, kalon mes përmes ambienteve të jashtme të barit dhe ndalet për pak sekonda jashtë. Por lëvizjet e tij janë ndjekur nga atentatori Poli Boriqi, i cili ishte në kafe në shoqërinë e bashortes. 52 vjeçari Boriqi çohet menjëherë nxjerr pistoletën, ja vendos në kokë Kërtezit, por arma i bllokohet. Objektivi reagon shpejt, shtyn atentatorin dhe ka arritur të largohet me shpejtësi. Boriqi e ka ndjekur për pak metra personin që donte ta eliminonte dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Por arratia e tij ka zgjatur vetëm pak, pasi policia ka mundur ta lokalizojë dhe ta arrestoj. Arma e zjarrit që dyshohet se u përdor në atentat u sekuestrua si provë materiale. Tashmë hetuesit po verifikojnë historinë konfliktet mes palëve, verifikimi se çka ndodhur 15 vite më parë dhe rrethanat me të cilat marrëdhëniet mes dy familjeve, sipas shënjestrës, ishin normalizuar.